Të mpret do t'jeni ju për të kapur çdo gjë që nuk shkon për gjatë fushatës apo qoftë edhe procesit zgjedhor. E kam fjalën që nga intimidimi që thatë për që i bëhet votuesve apo gjithçka tjetër që mund ta bëj procesin zgjedhor të parregullt, për ta denoncuar, për ta shfaqur me fakte, me prova dhe nga zgjedhjet e kaluara dhe deri tani, a ka ndryshuar diçka për mirë në këtë pjesë zotja Gjinasto? Pra për të shkuar drejt zgjedhjeve të 11 majit me mundësinë e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe fus këtu edhe elementin e një strukture të posaçme, task forca që është ngritur për zgjedhjet. Unë besoj se task forca do dali vetë me një efektivitet të lartë dhe të shikojmë raset evidente të atyre problematikave dhe përpjekjeve antiligjore për të detyruar qytetarin që të votojë për mazhorancën aktuale. Mendoj se gardianët më të mirë janë qytetarët vetë, është liria që ata kërkojnë, është ajo që ata duhen të jenë në momentin e votimit, ata duhet të shprehin dinjitetin dhe lirinë e tyre. Kjo është arma më e sigurt. Patjetër që ne jemi mbështetjet e tyre, me të gjithë strukturat, me gjithë kapacitetet, për të evidentuar nëse do të ketë rastet të tilla antiligjore, por gjithashtu është edhe, ky është momenti i lakmusit, i provës së lakmusit, nëse ne jemi një vend që kualifikohemi për të avancuar agjendën tonë europiane, apo jemi ai vendi që kemi një regjim i cili nuk zhvillon zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe rrjedhimisht skualifikohet për atë agjendën aq ambicioze të integrimit evropian të vendit. Ndërkohë që vendet në rreth nesh, qoftë dhe Kosova, një shtet shumë i ri, kanë bërë një progres jashtëzakonshëm për sa i takon cilësisë dhe standardit të zgjedhjeve. Ne përsëri trajtohemi si vend shumë problematik me defekte shumë të mëdha në realizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme. Dhe këtu, në mënyrë absolute, është themeli i çdo premtimi, i çdo të themi prospekti, i çdo mundësie që ne të avancojmë agjendën europiane. Nëse nuk ka zgjedhje të lira të ndershme në Shqipëri, kjo agjendë pa diskutim që nuk mund të vazhdojë më tej. Duhet t'ju drejtoj një pyetje.